E dije që kënga Miserere, që unë e dëgjoj çdo herë para Pashke, ishte dikur e ndaluar me ligj nga Vatikani. I vetmi moment në fakt kur lejoi të këndoj ishte brenda kishës në Rom gjatë javës së shenjtë. Miserere do të thotë ki mëshirë për mua. Është një lutje që vjen nga Psalmi 51 në Bibël. Një njeri që e kupton që ka gabuar dhe nuk justifikohet, ai thotë Zot, ki mëshirë për mua. Pa justifikime, pa maska, vetëm e vërteta. Dhe tani pyetja bëhet më e fortë në fakt, po sot pse lejohet ta dëgjojmë YouTube? Dhe ja historia. Viti 1770, një djalë 14 vjeç hyn në Rom për Pashkë. Wolfgang Amadeus Mozart. Ai e dëgjon një herë edhe shokohej. Kthehet në dhomë dhe e shkruan të gjithën nga memoria, çdo notë, çdo harmoni. Pas 2 ditësh e dëgjon prapë. Bën disa korrigjime dhe kaq. Sekreti më i ruajtur del jashtë në duart e këtij 14 vjeçari dhe përhapet në gjithë Europën. Normalisht Mozarti duhet të ndëshkojë, por ndodhi kundërta. Papa Klementi 14, që ishte me origjinë shqiptare, nuk e përjashton, por kundërzi e nderon, sepse një lajm i vërtet dhe kaq bukur i shprehur nuk mbahej dot mbyllur. Dhe kjo është ironia në fakt. Një këngë që thot ki mëshirë për mua ishte mbajtur sekret. Sot e dëgjon kudo. Plot dhimbje, plot bukuri, plot mëshirë. Pyetja është, ti vet e thua ndonjëherë Zot ki mëshirë për mua? Shkruaj më poshtë. Zoti të bekoftë.